besojmë se të gjithë antarët miqtë dhe mysafirët që kanë paralajmëru besimtarin në këtë eveniment janë këtu. Prandaj proponoj që të fillojmë prezantimin e programit që kemi përgatitur për këtë. Atëherë, antarët të Rotary Klubit të Tionit, miq të çmuar, bashkëpunëtor, mirë se keni ardhur në këtë mbledhje të veçantë në rastin e ndërmjet të çekeçeve. Kjo është një traditë e cila simbolizon fundin e një kapitulli, por njëkohësisht edhe fillimin e një kapitulli të ri, i cili do të jetë në shërbim të komunitetit dhe të vlerave rotariane. Kërkoj falje që duhet të respektojmë disa rregulla të rotarianëve, e që ne e kemë në fillim të çdo takimi vetimin të ashtu, apo sotimin e disa rregullave rotariane. Los antarën në milion që të në realizoj të një kapitalash. Ngritëm në që tëmë. Të gjitha gjëra që i mendojnë, themi ose i bëjnë, a janë të vërteta? Po, janë të vërteta. A janë të drejta për të gjithë? Po, janë të drejta për të gjithë. A do të ndërtojnë vullnet dhe njësi të mira? Do të ndërtojnë vullnet dhe njësi. A do të jenë të dobishme për të gjithë? Po, të drejta të dobishme për të gjithë. Faleminderit. Amen. Jemi të nderuar nga prania e mysafirëve, miqve në këtë takim, në këtë mbledhje, janë të rëndësishme për Rotary Klubin, çdo Rotary Klub e sot për Rotary Klubin tonë. Prania juaj në nderon, na respekton dhe na jep kurajo që ne kemi angazhime të vazhdueshme në ngritjen e kapaciteteve për ndihmën grupeve në emergjencë. Gjithë se ne kemi edhe mision si rotarian. Në shenjë respekti edhe falënderimi të shumë të pranishmëve këtu, mysafirëve, miqve dhe bashkëpunëtorëve, për sot kemi planifikuar të shpërndajmë disa mirënjohje për me mujt me vendos një raport pune, një raport një shpëtimi, jo vetëm për ato që kanë qenë deri tash, por edhe në vazhdimsi. Kështu që tash kisha lut presidentën që të filloj me ndarjen e një dhurate për pronarin e Vali Tranç, zotëri Fermek Sekretari, i cili momentalisht nuk është prezent, por besoj që ashtu do menaxheri i kësaj. Faleminderit. Urime shpresojmë për vazhdim të bashkëpunimit mes Vali Tranç, se për fillimin në Llogaritis atë e kemi antarë. Ju falenderoj. Tani ne kemi ndërru edhe një mirënjohje për një antar të familj të Rotary Klubit. Është fjala për Muhametin, i cili njëkohësisht ka qenë në cilësi me veprimtarë, por edhe ka ndarjes të rregull dhe në këtë aktivitete. Lutem Muhametin të pranojë presidente. Milioni të lexoj atë që ka shkruar në këtë mirënjohje, rotarian i dalluar, i përkushtuar
dhe kontribut dhënës në ruajtjen dhe forcimin e frymës së shërbimit dhe vlerave rotariane në komunitet. Noi aspettavamo che fuori la linea. Në aktivitetet rotariane, kudo qofshin, ato, kudo që i kemi bërë ato, si hien prapa na kanë ndjek edhe mjetet e informimit, respektivisht gazetarët e mediave komunale, për pos Muhametit, që është këtu që e përmendëm, kemi edhe Enverin, kemi Gjemalin, kemi Bisarin, për në mungon edhe Gjumi, i cili ka pas një arsye, dhe edhe për këta kemi dhënë nga një mirënjohje për shkak të bashkëpunimit deri tash dhe shpresojmë që do të na mbështetin edhe në tani. Prandaj, njos që të tre ju përvetar që jeni të pranishëm, i pranoni mirënjohjet, kurse Samiu, antarë jonë, shpresoj në ardhë ju shpëndarë të mirënjohje. Të të vjetojnë që ndonë? Unë e prezidenti, i lexo. Restatiku, kredojnë. Për përkrajen me diare në pasqërimin dhe aktivitetet dhe fuqizimin e misionit të klubit rotarian. Gjemaj, Reselit dhe Gjilanë. Fatëm kostumi lumi pres, munga, ja me të dëvjen lyshe, me një kafe, dhe disa që Gjilanë pres. Muhammed Khalidi, Björn Lojnë. Čekaj, dy online dy me njoje. Ako tjera se me pas pas tjera të online, online. Atë që shumë dhe. Ju faleminderit Asë e gazetarëve edhe një herë për mbështetjen dhe përkrajen që ne kemi në çdo aktivitet tonë. Në këtë takim solem, fatkesisht duhet ta përmendim edhe një ish rotarian, një mik tonë, i cili ma nuk është fizikisht mesin tonë, por vepra e tij, kontributi i tij në projektet e realizuara do të mbeten për herë përmesh dhe do ta kujtojmë më. Fjala është për Mustaf Jasharin, i cili nuk është në mesin tonë, por po e kujtojmë në një mirënjohje për veprimet e tij brenda rrotarit klubit. Pra, Mustaf Jashari, merë më një njohje post-mortem, për përkushtimin e çmuar në zhvillimin e klubit dhe shërbimin e tij shembullor në komunitet. Me që bashkëshortja e tij dhe familja e tij jetojnë jashtë Kosovës, momentalisht ishin atje ku qëndron në Zvicër, jemi marrë vesh që një ditë kur të vinë ata për pushime, të bëjmë një vizitë në shtëpi ne si rotarian, dhe të adresojmë për të një. Për sot, në agent kemi edhe një pikë të veçantë, të cilën të realizoj një plantarë e në krizë, në përvoj, në realitet. Fjala është për Fatmir Shurbanin, i cili do të jetë një musafir falës, dhe do të na jetë disa njohuri nga profesioni i tij, e
që merret me fëmijë, njerëzit me nevoja të veçanta, faktikisht përfaqëson handikosin. Kërvesit të shtyres është në përshëtëra. Ata kërë se aty fjara e të qyri. Faleminderit komisarit me mënyrë para praktikisht për besojmë në njëjën për rrugë në Tiranë në anën të handikosit. Apo pastaj e kemi në agendën pjesën tjetër për prezantim. Faleminderit. Për kontributin e dhënë për krajën e ligjërisë i ditës ndërkombëtare të fëmijëve në arsitë të fiksuara. Kjo është një flet palosje e veçantë. Kanë flet palosje të para, ku është pak më e gjerë edhe le të jep në arhivën e Rotarisë një prezentim i punës dhe shërbimeve që ja afron viktimës. Base unë dhe fjetu unë për dojnë prezentimin e në njërë. Atëherë, faleminderit për mundësinë që më zhdojnë që të dojë një prezentim të politikave të handikosit. Shoqatës të paraplegjikëve dhe paralizës së fëmijëve të komunës së Gjilanit. Ju para veti keni secilin nga dy flet palosje që kanë të bëjnë me aktivitetet e fëmijëve, aktivitetet që zhvillohen në qendrën rehabilituese në handikos. Qendra ofron shërbime për jo vetëm për komunën e Gjilanit, por për krejt regionin e Gjilanit. Unë nuk duhet të hyj në këto detaje, thjesht duhet të flas për politikat e handikosit sepse jam deri të flitet për to. Thjesht gjithherë kur flas për politikat e handikosit ose të personave me aftësi të vizuara më lehtë me e thonë, gjithherë ata që janë afër politikës thonë se kjo është një opozitar i denjë. Unë faktikisht jam gjithherë opozitë sepse nevojat janë shumë të mëdha, kërkesat janë të përditshme, prandaj dalet si opozitar. Përndryshe, handikosi është i themeluar në vitin 1983. Në flet palosjet e juaja, ndoshta jo të gjithë e njihni këtë personalitet. Është Halit Ferizi, është themeluesi i handikosit. Halit Ferizi ky ka qenë një student të vitit të dytë të fakultetit teknik dhe aksidentalisht ka pësu aksident dikun në vitet 1977 në të kthyer nga Italia. Atje ka qenë në një vizitë studimore në Pontush të punu, rreth fushës me të cilën është marrë ai si student dhe ndoshta është fatkeqësi për familjen që ai përfundimisht ka përfunduar si paraplegjik pas aksidentit, po është fakt për personat me aftësi të vizuar që kemi pas një njerëz të tillë dhe e ka ngritur as lart
dhe ka zhvillu fushën e aftësisë kufizume në Kosovë. Në Gjilan, zyra e Handikoshit është hapur përmes Rit Ferizit dhe shoqatës Nën Tereza. Është shumë e rëndësishme me ditë ç'është të melu. Jashtë hapat e parë janë marrë përmes shoqatës Nën Tereza, atëherë ka qenë nëse ka bëj në kujto termi i Hussein Këqikur i pari dhe janë një profesor tash Bislimi mbi emrin ka emrin më kujtohet është në pension dhe adresa e parë ka qenë te Basri Sen dhe Bislimi për hapjen e një zyre informuese për personat me aftësi kufizore. Pastaj kanë filluar më grumbullue me identifikuar rast pas rasti, janë mobilizuar shumë shpejt, lufta i ka zënë me një qendër të rehabilitimit në Gjilan dhe Handikoshi ka ndihmu për ata që se dinë ka ndihmu edhe luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Thjesht dikush thotë me jetë të Londra, po thjesht aty ka pas njerëz që kanë kapacitete. Është ndihmu lufta me fasha, me gazra të ndryshme dhe nuk i mbajt pak gjëra, po i mbajt me materiale bukur shumë në vijat të frontit. Këto rrallë kush se i ka dëgjuar dhe e ka ditë se ne nuk kemi bërë punë me promovu Handikoshin asnjëherë, po kemi afru shërbime për ata që kanë nevojë. Thjesht kemi pas ngritje, zbritje, her pas hershme, mirë po prej 2014 kemi fillu decentralizimin në nivel vendit. Handikoshi ka qenë centralizuar, ka pas 13 qendra, 13 qendra të rehabilitimit në Kosovë dhe 28 zyre lokale. Për shkak të financave jemi detyruar të decentralizohemi, jemi pavarësu dhe secila qendër punon. Na bashkëpunojmë, nuk i kemi shkpull me Handikosh Kosovën, bashkëpunojmë shumë ngushtë, në BEM, në UKEM, në shërbime të ndryshme, në nxit, bashkëpunojmë me komisionet për nxjerrjen e ligjeve në favor të personave me aftësi kufizuara, e që në Kosovë do të thotë kemi vetëm 30% të ligjeve që janë në favor të personave me aftësi kufizuara. A janë të aprovueshëm ato ligje? Besoj që jo, ligje e tem që ligje për konsent, përveç se është për konsent persona me aftësi kufizuara, përveç që është shumë diskriminues, nuk edhe ai ligj nuk zbatohet në gjatë zbatueshmëri. Kemi mundësi madhe të ligjeve. Ne jemi në vitin 2025 dhe ende kemi fëmijë me aftësi kufizuara të papërfshirë në arsim. Moto e jonë është mundësi të barabarta për të gjithë. Mundësia barabartë për të gjithë, jo privilegj, mundësia barabartë. Thjesht krijimi i mundësive në arsimim, fëmijëve me aftësi kufizume, shkollime, punësime dhe gjëra tjera. Gjëra tjera kush janë? Është qasja, krijimi i mundësive, qasja e barabartë me të tjerët. Natyrisht një person me aftësi kufizuara
nuk mund të jetë i barabartë me neve, përderisa ai përdor një mjet ndërës. Qoftë një palkuza, qoftë një shqiptor, qoftë një karrocë speciale e të tjera. Dhe për të përdorur këto na vjen çështja arkitektonike në për trotuarët dhe objekte publike. Ne ende në Kosovë nuk kemi një objekt model, me thonë, ja, ky objekt është i qasshëm për personat në aftësi kurrizore. Ka objekte me qasje të pjesshme, po jo me qasje të plotë. Do thotë, me ligje jemi keq, me arsimin jemi madje shumë keq. Në 2010-2013 ne kemi pas një organizatë të qeverisë italiane dhe ka investuar bukur shumë në partneritet me neve edhe me institucionet lokale, ka qenë pilot projekt dhe i kemi bërë disa intervenime për qasje në për objekte publike. Po që është më e rëndësishme edhe është marrë model, ka qenë plani lokal i veprimit i cili është bartë në nivel qendror dhe e kanë nxjerrë si strategji zyra e qeverisë së mirë pranë kryeministrit dhe me atë plan lokal të veprimit sot është dekor një komision vlerësues i fëmijëve me aftësi kurrizore për shkolla. E thamë dekor sepse në bëhet vlerësim adekuat për fëmijët me aftësi kurrizore. Ai komision është e vërtetë që është multidisciplinar, po nuk e kryen punën sepse ka kufizime në shkollë, nuk i ka kushtet, nuk ka mësues mbështetës, nuk ka asistent profesional, nuk ka qasje në nyjet sanitare, nuk ka qasje në katën e dytë në shkollë, privohet nga e drejta një fëmijë të ketë qasje në katën e dytë të një shkolle, cilës do shkollë të qoftë. Nuk kemi infrastrukturë të mirë, rrugën, tash preko shëndetur është përmisur rruga Ademja Shari. Dhe plot kom dëgjuar të politikës të thotë që ajo është bërë për marak se është janë ul trotare. Po janë ul trotare. Nuk janë respektu standardet për qasje për personat me aftësi kurrizore. Dhe unë nuk më pa kërkon që ka taktile për të verbën. Pse mos të vendoset? A i prishin pamjen në rrugës? Çka është problemi? Nuk kanë vullnet të bëhet një diçka e mirë në interes personave me aftësi kurrizore. Mos përfshirja e fëmijëve në arsim. A kuptoni çka do të thonë mos përfshirja një fëmijë? Tash një fëmijë me aftësi kurrizore, nëse janë një qift, kanë një fëmijë me aftësi kurrizore, a besoni që njëri prej tyre nëse janë konsum të dhëtë njëri do të me lau punën? Kjo ndodhë në mungesë të përkrajtës së institucioneve tona. Detyrohet me lau punën. Kanë njerëz punë që ne i njohëm edhe në institucionet larta, në qeveri. Janë detyru ose burë, ose gruaja, ose në guvern. Ka shumë punën. Sepse Zoti e ka sfidu me një fëmijë me aftësi kurrizore, edhe sikur të kemi na kopshte, qerdhe, institucionet tona që e kuptojnë në thelb aftësinë e kurrizuar, përbes ndryshe të të shumë. Në arsimin jemi keq. Me shëndetësi halavë ma keq. Në Kosovë nuk ka qendër spinale për personat me aftësi kurrizore. Është shumë keq. Para 2 vite ne kemi një rast të veçantë në regionin tonë dhe ai rast
do të është një veteran i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka 2 këmbë amputuara mbi gjuhë, ka kolestorë në bark, që për ju është më letë me thonë, është e eliminu me zora e trash, për nevoja fiziologjike, dhe ka kisën të nësë, është i prerë, dhe nuk e ditë se si e ta me njëri. Dhe ju ka shkaq dekubiti, ati i shkaqet shpesh, po ka shkuar në shkallën e 4, shkalla e 4 e dekubitit mund të jetë fatale për personin. Dhe mazhdasht me përdor me ble terapin dhe kom vlerë afër 300 euro si handipas, edhe mja qunë në spital. Përveç terapisë, është dasht edhe një krevet mja siguru, sepse spitali nuk i mirë banë shtretërit ose ata dëshim që janë për gjëna. është bajt 4-5 herë si topi. 3-4 ditë në Prishtinë, e ka adresu ortopedia Vegjilane, mas 3-4 vite Prishtina e ka këty përsëri ka njujtë në të si masa me mi. Derisa më është dashtë në marë masa, më taku me drejtorin e më thonë më slunë me njërë. Ngritë zërën për qendër spinale edhe njerëzit kanë adresë. Është e vetëmja Kosova në Ballkan që nuk ka qendër spinale spitalit. E që ajo është ekskluzivisht për paraplegjik dhe tetraplegjik. Është njëre parë tjetë nashta me 3-4 shtretër që nuk i krijon kosto. Ne kemi ngritë zërën disa herë. Kemi problemin pastaj në aspektin shëndetësor edhe tek ligje gjithë përfshirës. Kemi punu në atë legjë, kemi dhënë komentet tona, edhe përsëri është bërë një dokument përsëritar, nuk shkon në vend fare. Absolut nuk shkon në vend, në ligjen gjithë përfshirës do të fuzionoshin të verbret, paraplegjik dhe tetraplegjik, fëmijët në aftësit kufizora që marrin një lëmash prej qeverisë, prej 2000, ligj i vitit 2005, këtë të regon, 50 euro i merë nëna, që kujdeset për ta 50 i merë fëmijë, çfarë ligje i thua ati? Ligjet prandaj janë deputetët edhe do të më shkutu krahas kohës edhe ligjet më avancu. Jashtë gjendja nuk është e kënaqshme për persona pra psikologore. Unë kisha mujtë me folën edhe ma tepër, kur së di koha është shumë e kufizuara, edhe për mos më marë, e di që shumica për juve s'kishit dashtë me 5 natë së di me vonën një prezentim nëse mu i me qujtë kështu, po ja që kjo është realiteti dhe unë në realitetet s'mund të iki. Nëse dëni mu një të relaksu, lexoni aktivitetet e qendrës antikusit dhe këto aktivitete nashta pak ju relaksojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Fatmir. Për shumicën këto sigurisht këto informata shumë interesante. Unë kujtoj që këto nuk me kanë ngarku, po për kundërzi me kanë dhënë informacione për me bashkë një lanat e për me hendikosin dhe një kësisht me fëmijët në aftësit të kufizuara apo edhe njerëzit në aftësit të kufizuara. Shumë faleminderit edhe një herë për kohën, për mundin, për programitjen. Dhe ne zakonisht musafir kozve, apo si që quajmë në gjithë spikera, i falenderojmë edhe me një minjohje. Përndaj kabinet, të lutëm në kjerë për para dhe lusim milionën të rezolvë.
Ta lexoj para se m'ja ndo, për Fatmir Shurbanin për kontributin Musafir Folës dhe ndarjen e informatave të vlefshme për aktivitetet dhe ndikimin e hendikosit në komunitet. Dhe uroj të Fatmirit, për kona do të fjallë, se nështë ajo në tepër ta mas fjallimit të zotri Fatmirit, me të vërtet është e pa imagjinueshme çka e tha zotri Fatmir Shurbani, përderisa nuk involvoheni drejt për drejt. Unë jam involvuar në hendikos drejt për drejt edhe i kum pa sfidat për së afër me cilat i ka zotri Fatmiri në menaxhimin e hendikosit, por edhe sfidat cilat personat me aftësi të kufizuar i ballafaqojnë në përditshmëri. Prandaj po du me falenderua Xhem Fatmir, po i referohem në këtë formë për shkak të afërsisë që kemi me zotri Fatmirin, për kontributin vazhdueshëm edhe pandashëm që e bën për persona me aftësi të kufizuar, për përmirësimin e jetës tyre, gjatë përditshmërisë tyre, për te obligimeve të menaxhimit të hendikosit, edhe atyre personale që i bashkëndjen zotri Fatmiri. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Zbashku mund të avani gjithë poshtë i te kalojmë të gjitha sfidat, s'kemi probleme sfida kur jemi të bashkë. Takimin e fillum me mirësarje, e vazhdum me dhurata, e vazhdum me mirënjohje, e vazhdum me guest speaker, përsëri një mirënjohje, por krejt këto kanë qenë vetëm elemente ndihmëse të asaj për çfarë kemi ardhur. Dhe në këtë moment, po vjen edhe momenti i kyç, po vjen pjesa kryesore e takimit të sonshëm, e që është ndihmi i çekiçeve. Kërkojmë Lusin, presidentin aktual, për një fjalë rreth aktivitetit anë gjatë vitit rotarian. Faleminderit shumë, Zotia Podizorka. Faleminderit. Të nderuar anda konflikt rotarian, të nderuar ministër rotarian, Musafir të respektuar. Ju faleminderit për prezencën tuaj, faleminderit që keni vënë këtë takim ceremonial të dorëzimit pranimit të detyrës së presidentit, afundimit të çekanëve, një moment simbolik dhe i rëndësishëm për vazhdimsinë dhe respektimin e traditës rotariane. Sot qëndroj para jush me ndjenja të përzgjedhura, me mirënjohje, reflektim dhe një krenari për mundësinë që pata të shërbesi presidenti e klubit tonë gjatë këtij viti rotarian. Udhëheqja e këtij klubi në moton shërbimi për te vetvetes ka qenë për mua më shumë se një detyrë, ka qenë një rrugtim shpirtëror, një përvojë që më ka pasuruar si njeri dhe më ka ofruar edhe më shumë e vlerat tepësore që ka rotari. Shërbimin, miqësinë, ndershmërinë dhe ndihmën ndaj tjetrit. Të udhëheqësh një klub rotari është nder, por edhe përgjithësi që nuk mund ta bartësh vetëm. Për përpjekje kolektive dhe zemër e përbashkët që rretën në qëllim të madh. Dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve për kontributin tuaj të valoruar dhe mbështetjen që më keni dhënë mua si president gjatë këtij mandati. Suksesi ynë është rezultati i bashkëpunimit të gjithë secilit prej jush dhe i vlerave që na bëjnë rotarin të dalluar. Shërbimi për te vetës, integriteti dhe miqësia. Në këtë moment, nuk mund të mos ndalem dhe të falenderoj me shumë respekt të gjithë presidentët e më pashëm të klubit tonë. Ju jeni udhëheqësit që kanë dëtuar të mirit mbi cilat ne vazhdojmë të veprojmë. Udhëheqja juaj, përvoja dhe përkushtimi kanë qenë për mua një udhërtim i çmuar gjatë gjithë mandatit. Ju jeni ata që hodhët themelin, që keni udhëhequr këtë klub me përkushtim dhe dashuri shumë vite më parë para se të vinte ralla ime. Frymëzimi dhe mbështetja juaj ka qenë për mua një shtyllë e rëndësishme gjatë këtij viti. Ju falenderoj për modelin që keni qenë dhe për mbështetjen që nuk ka munguar asnjëherë. Në mënyrë të veçantë, dua të falenderoj edhe përfaqësuesit e mediave dhe gazetarët që janë të pranishëm sot me ne. Kontributi juaj për të përcjellë punën dhe vlerat tona në publik ka qenë i çmuar. Ju faleminderit për mbështetjen, për pashurimin korrekt
dhe për rolin që keni luajtur në forcimin e imazhit të klubit tonë në opinionin e gjerë. Një falënderim të veçantë dua t'i drejtoj edhe bashkëshorteve të anëtarëve që janë të pranishme këtu sonte. Një formë apo tjetër edhe ju jeni pjesë e kësaj familje rotariane. Kur ke ditë në shtëpi të angazhuar në aktivitete të vazhdueshme të Rotary, është e pamundur të mos përfshihesh edhe vetë, qoftë emocionalisht, qoftë logjikisht, apo dhe në planifikimet familjare. Nga përvoja ime personale mund të them me bindje se kur e nisëm me takime të rregullta, që është në vitin e parë të themelimit, një pjesë e madhe të afërmëve, e shoqërisë, e familjes së gjerë, e dinin ditën e Rotary, dhe nëse kishim plan për të na vizituar, e shtynin vizitën. Kjo flet shumë për përkushtimin dhe respektin që ju keni treguar ndaj këtij angazhimi, prandaj nga zemra ju falenderoj. Uroj tasheni si mënyrë për na bashku në klubin tonë, në familjen tonë. Ndërsa për mbyllë këtij mandat, unë ndihem e qetë, sepse e di që nuk përfundon përkushtimin ndaj klubit, por vetëm një rol. Rotary është një udhtim që nuk ka fund. Sot ne kemi mundësi të reflektojmë dhe atë që kemi arritur dhe frymëzohemi për atë që kemi të bëjmë në të ardhmen. Mbetemi të përkushtuar që përmes miqësisë dhe shërbimit të vazhdueshëm të ndërtojmë ura bashkëpunimi dhe cilën ndryshime të prekshme në shoqëri. Rotary nuk është vetëm një klub, është një lëvizje globale që ndryshon jetë, duke ndërtuar ura, miqësie, duke promovuar paqen dhe duke fuqizuar komunitetin. Siç e dim, çdo projekt që ndërmarrim si Rotary kërkon jo vetëm ide, por edhe energji, pasion dhe bashkëpunim. Ky vit ka qenë i mbushur me sfida, por edhe me suksese që linden nga puna jonë e përbashkët me mbështetjen e secilit prej jush, realizuan një varg përheqësh në ndikim real në komunitetin tonë. Unë tani veç desha dhe pasha për mbyllje, dua të them edhe diçka, të ndaj diçka të sinqertë me ju dhe një ndjenjë personale. Nuk jam plotësisht e kënaqur me gjithçka që kemi arritur gjatë kësaj periudhe. Jo për shkak të mungesës së vullnetit apo përkushtimit, por sepse disa rrethana dyshore dhe sfida të paparashikuara na penguan në realizimin e disa aktiviteteve të planifikuara. Megjithatë, kjo nuk e zbet përpjekjen edhe synimin tonë për të ecur përpara. E rëndësishme është që fryma e angazhimit mbetet e gjatë dhe planet tona të na vazhdojnë. Tani më lejoni të paraqes një historik të punëve tona që kemi duhet me mu zhvendos në tavolinë tjetër, të paraqes punët e vite që kemi realizuar aktivitetet, cilat i kemi realizuar së bashku me gjithë anëtarët të përkushtuar, cilat nuk kanë mungur në asnjë moment. Nuk e veç pandurin, ndoshta. Unë veç këtu e kam potencu vitin e parë. Tani kam kënë pas. Ju pëndojnë sërin kam? Jo. Fotografinë e parë e nisa me një simbol të Rotary. Për post testi 4 kash, është një simbol i autoritetit të Rotary, Zilja dhe Qekani. Një simbol i nisës së takimeve, një simbol i rendit, përkushtimit dhe vazhdimësisë së punëve tona në Rotary. Zilja, për tingulli i zilës, në asocion në fundimin e bashkëpisë së dimeve dhe tingulli që Qekani për marrjen e vendimeve për fundimin e takimit. Unë këte e kam çmu shumë. Për post testit 4 kash kanë qenë dy elemente cilat unë kur kam marrë në fillim e kam gjetur vetëm shumë i testit 4 kash bile me kisha thënë shumë herë më përsërit sepse në vërtet është diçka që unë ka ndikuar shumë. Vazhdoj. Opa. Ministerion gjatë 2024 do të shkruaj, dorëzim pranimi i detyrës ime keni bote villa e ish presidentit Ilir Korostica, e cili kemi pas një ndaj shumë të kënaqshme, miqësore, atë ditë bën me një bashkëpunim gjithë anëtarëve, kemi marrë pjesë secili, dikush të skara, gëzimi, dikush të pije, dikush të sallata, dikush dhe ishte një mbrëmje që kam vetë kujtimet e mia. Parushme. Me 12/7/2024 takimi jemi parë zyrtar, në vitit rotarian, e fillova me një torte, uroj që këtë vazhdua dhe ashtu, për mu mirë ka qenë,
ku kemi qenë ditën e parë. Me 21 bosh, unë përshtoj pak më shpejt, ndoshta, për shkak se pjesa të musëve s'kanë qenë pjesëmarrëse këtyre aktiviteteve, ne kemi qenë në Gjilan, do të thotë prapë në Adirën e Ilirit, stanishor është organizuar një aktivitet i veçantë i distriktit Kosovë, Shqipëri, distriktit Rotarian 245, në bashkëpunim me Rotary Klubin, i cili ishte pjesë e sërisë së aktiviteteve të ditëve verore, e cila kishte në fokus fuqizimin dhe masumizimin e antarësisë rotariane, si dhe përfshirjen aktive të të rinjve për një ndikim më të madh në komunitet. Pra pa të rastin të jemi një përqirë të realizimit të një aktivitetit të distriktit që i ka pas ai në plan. Përndër të kësaj, ne kemi marrë një shpërblim dhe një shkollë klubi Rotarian i muajit gusht, cilën e kemi darë si një verjonje. Me 23/9/2024 ne kemi pas një takim punus me kryetarin punus dhe njoftues do thotë me stafin e ri me përbërjen e ri të klubit dhe vlen të theksohet se ne pjesa rotarianëve e dimë se Gilani prim për një shembull të bashkëpunimit mes komunës dhe Rotary Klubit në krahasim me klube tjera, sepse në çdo projekt kemi bashkëpjesëmarrjen edhe të komunës me gjysmë për gjysmë. Do të thotë ne realizojmë një projekt dhe gjysmën tjetër në të njëjtin projekt me gjysmën e projektit participant dhe komuna. Ishte takimi me kryetarin Arvan Bisheni, kryetarin aktual dhe në përbërjen e re. Nga ky takim shumë shpejt rodhi edhe ajo nënshkrimi i memorandumit të kuptimit për projektin për furnizimin e shkollës fillore Recep Elmazi me 40 tabela të mençura dhe aty u da kuptuar që nëse ne sigurojmë 20 tabela, 20 të tjera do të na siguron komuna. Aktiviteti është duke u punu atë akoma nuk është realizuar, po pritet në muajin e vijim që uroj të realizohet. Me 3 tetor 2024, klubi Rotarian duroi një donacion të rëndësishëm në konviktin e nxënësve dhe studentëve të Gjilanit, i cili veç kishte disa pajisje që unë duhet me lexu për shkak që në shkaj kemi ka qenë një pajisje për konviktit, ka qenë një fryshe fletave, ka qenë pajisje për përshirë një shar, motoshar, pastaj një antari joni i klubit Rotarian Ismeti, ka kontribuar në rregullimin dhe montimin e WC Guacave të konviktit, e cila ka lecuar dhe në punën dhe veprimin e kësaj qendre. Këtu duhet të falenderoj drejtorinë e arsimit me së bashku me drejtorin Shten Vri, që i ka bashkëpunu dhe ka prekryer këtë projekt, e ka kriju rretana lecuese. Në varg ne mund të themi se Rotary nuk është veç me bo projekte, veç ide, po unë jam drejtore asaj që të kemi një takime miqësore dhe kjo na ka kontribuar që të lidhim miqësi më tepër, thjesht ta ndjejmë veten të bashkëpunojmë më shumë dhe të jemi më të frytshëm kur e njohim akoma më mirë edhe këto rrethana lecuese. Një prej takimeve relaksuese ishte takimi ne kemi thënë një ngjarjes të muzikës James Sutton Caesar në lokalin muzikor Bay Road. Edhe këtu kemi bërë një takim. Me datën 31 tetor në kuadër të muajit roz, Rotary Klub së bashku me CCNO dhe Teatri i Qytetit ka organizuar një shfaqje për të mbledhur fonde në mbështetje të grave të diagnostifikuara me kancer të gjirit. Kjo ka qenë një projekt për mbledhjen e fondeve, të shihet puna e antarëve të organizatës utilitare dhe anketës një antarët tonë, e cila ka punu trupa teatrore, cilën e falenderojmë për realizimin një drame, po ashtu edhe këtu ka qenë si musafir folës doktori Arben Bislimi, i cili ka shpërndar ide dhe punën dhe ka elaboru dhe të vedisimit të grave apo të popullatës komunitetit për të kësaj çmundje. Të bollat që janë ndjedhur nga shitja e biletave dhe nga donatorët që është arrit deri të shumë 500 euro. Pastaj kemi shku të bisedojmë me ushtruesin e ndërhyrjes atesh në Akubës, po keni nevojë me të thotë diçka? Beton. A beton? A valon apo e beton? Beton. Beton ja me studimin e
Beton Uka. Dhe ku kemi bërë një marrëveshje me drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale që komisioni i tyre ka cakton 5 gra përfituese nga 20 euro të prepura nga kanceri dhe 100 të tjera t'ja ka dorëzu drejtoria gjithsej ka 200 i ka shku 5 familjeve në drejt në gjelërogarinë atyre, komisioni ka caktuar. Do thotë edhe këtu ne kemi pa diçka që ta një familje kërkesat janë të shumta. Në vazhdën e shoqërimit dhe miqësisë në mes anëtarëve të klubit ne kemi bërë një vizitë klubi Rotarian në Samir të Sarandës në kompleksin turistik Gjilani dhe La Luna të Nikoqiri Servel Gjelili. Edhe këtu ka qenë një takim një nej e këndshme dhe diçka që ka mbet po ashtu në kuptim gjatë mendjes tonë. Kemi shqetit disa vende atje, kjo është Lëkursi, apo? Kaloja e Lëkursi, po. Këto dhe kemi nda disa shpërblime. Antarët Rotari përveç që bëjmë qetë dhe marrin pjesë shumë. Rotari Gjilani është një prej atyre klubeve serioze cila shumë shpesh në pjesë në takime në trajnime. Tu unë kam të të një takim seminari trajnime Rotari, Shqipëri, Kosovë, ku kanë marrë pjesë. Përndër të festës së flamurit, klubi jonë ka pas një musafir forësh profesorin e Versa Diku dhe ne atë natë e kemi organizuar dhe një antarë të ri. Do të ne kemi pas edhe një mundje, po ishtuam edhe një antarë të ri i ajtë të Zëtrisë Servel Gjelili. Pra ishte organizu edhe këtu e kom paraqit pa profin Fatmir, veç me tregu sa është kënaqësi kur e dëgjon njerëzit për marrin fjalë dhe të gjithë e dëgjojnë dhe çojnë mesazhe të rëndësishme gjatë çdo takimi. Faleminderit. Me 11 dhjetor ne kemi pas vizitë zyrtare nga guvernatori i distriktit, po ashtu i cili ka qenë i shoqëruar nga asistenti guvernatori Syl Alaj, i cili e dha mbështetje të tij për fuqinë e bashkëpunimit mes klubeve dhe strukturave të distriktit. Kemi pas një takim zyrtarin Zotri Butrin Batalin. Kemi marrë planë të distriktit. Darka e vitit ishte organizuar këtu në lokalet e Vali Ranch. Pastaj konferenca e distriktit duhet me temë rritja e kapacitetit dhe grantet globale. Do thotë pjesëmarrja në këto trajnime neve na mëson që në brenda klubit të kemi antarë që janë të certifikuar për të përpiluar grante apo projekte që kanë ne atje veç i dërgojmë kërkesat tona për projektet tona, do të ka marrë pjesë Ramizet e Sami në këtë takim, për grante globale. Pastaj ishte në Shkodër takimi i karnevaleve, që kur kanë marrë pjesë antarët e klubit kanë pas një përshtypje të haruar përshtypje shumë të mira gjatë këtyre netëve që kanë kaluar në Shkodër. Dhe një miqësi, do të kjo është edhe motoja e Rotarit të lind miqësi edhe përtej Kosovës të lind edhe jashtë. Është një iftar që kemi bërë së bashku me gjithë antarë, me ata që ishin të lirë, me iftar. Një mbrëmje bukur e Lezhës. Lezhë ka ftu Rotarin për shenjë falëndërim për realizimin e një projekti, të cilin e ka kontribut dukshëm distrikti. Ne kemi marrë njoftimin në janar, kemi marrë që është aprovu një projekt nga Gradi Global, i cili është për të pajisur një spital apo klinika e oftalmologjisë me pajisje moderne. Këtu vlen të theksohet se shte para disa viteve Gjilani ka pas një organizim apo një aktivitet rreth mbledhjes së fondeve pikërisht për Lezhën. Aty kemi me mbledh disa fonde dhe me vitet që shkon distrikti përcaktoi apo mendime dhe antarëve tonë të tjerë, Radili, Gzimi, Shkëtimi, kanë vendosur distrikti ta merret rol dhe kanë aplikuar për Lezhën në grante globale dhe ajo është aprovuar që do të thotë nga 2 klube tjera të Amerikës dhe Gjermanisë, me gjithsesi shuma ka arrit deri në 60.000 euro. $60.000, po. Edhe thash, klubi Lezhës si të sheh ka ndihmë një darë mësori ka ftu edhe klubin Rotarian. Unë të veç e ceki një arriti, nuk është veç foto, po unë e falenderoj prap Muhamedin, i cili ka mësuar që
Rotary Club të rinë edhe në institucionet komunale, që që është rastit marrja pjesë në seancën solemne të Kuvendit kur Presidenti i Republikës shpat madhëria e tij, Zoti Bajram Beka, shpallë qytetar Veri edhe ne si klub Rotarian kemi qenë aty pjesa aty paneli. Me 24 prill ne kemi qenë në takim me klubin i cili na ka sponsorizu klubin tonë, me klubin Ferizajës, klubin Rotary Ferizaj, e cila ishte një miqësi, na lidh një miqësi shumë vjeçare dhe thjesht ishte një takim i ngrohtë. Dhe ajo nga i takim, rrodhi edhe takimi tu, bashkë Ferizaj kemi shumë, kemi unë gërdo. Ai, nuk ka buri ty. Kështu që, ajo, është ka rezultu ai takim, po, ka rezultu edhe në takimin tjetër, ata e kishin një tradit, aktivitetet e musafirëve fores, e kishin çdo dy të njavë ka një musafir fores nga anëtarët e vetë klubit, dhe kanë shpreh ka dëshpërinë që radhën tjetër ta bëjnë atë aktivitet me Xhilan, së bashku me klubin tonë, dhe ne kemi pas rastin të dëgjojmë një ligjërat shumë përmbajtësore nga doktor Gjeradin Recisa, i cili trajtoi me profesionalizëm në gjithshmëri temën e ndikimit të duanit në shëndetin publik. Po besoj që ju veç asaj momenti e kalon, se ju njëri ke gati. Po bëna si në rrym tash. Leje të ke ju me atë çfarë shumë me jo. Tu ishte një fotografi e përbashkët, fotografia e takimit, unë tu ndalem me fol pak për Muhamedit, një person, s'po di sa më fol më shumë, është një person i palëkundur, se s'po di çka më bëj para, thjesht që nga themelimi i ka qenë një konstante, thjesht nga një rithemi koka e Rotary, po nuk është vetëm për atë, po i ka mendimet e tuta, i ka një përvojë, është një faktor uniteti, unë për vete e kam lodhë pak. Kom lodhë gjatë të viti, edhe ka qenë një gatshëm, po jo vetëm Fatmirin kom lodhë, jo vetëm Avetin Fatmirin, kom lodhë Samin, kom lodhë edhe të atyre. Çka me bu, qësh me abo do thotë, falenderoj shumë për mbështetjen në bashkëpunimin, më rojtë kesh shëndet. Takimi radhës me klubin, kemi pas të Mitrovica, Rotary Klub Mitrovica, edhe aty kemi kalu qaset të kanëshme, edhe aty qajtëm disa rolla, disa projekte, ishin disa dhe të njëjta, kështu që ishte edhe një takim kryddënës. Nga ky takim në shkum prapë në kafe në këtë klubin, ishte një ambient interesant, sa një të përqejnë të një jo, në përqejnë shumë, sa një të këtë po mërë kjo ato, në përqa jam mërë që fa në kati, pjesën veriore, po, në provizë shumë. Ne uzësh. Unë ka përqy, Te uzësh. Dhe në fund, aktiviteti me një dy qëshor, aktiviteti e ndikosit, i cili është mbështetur nga klubi Rotarian Gjilani, ndikosi për mbet ditës së fëmijëve ka organizuar një piknik me anëtarët e shkollës dhe ndikosi Rotary Klubi ka ndihmuar me disa pajisje me ngjyra, me kulturë, me disa rrota dhe kështu që ka është shënuar një aktivitet unë edhe me Diana kemi bërë po. Unë tani veç për paraqes disa foto të takimeve cilat i kemi pas mbi 30 takime të rregullta dhe më ato tjera që nuk u numërohen, por sidomos kur kemi në afër aktiviteteve, kemi pas një natë musafire të dy zënusha, takime të rregullta të Xifi, të Vali, takime të dini, veç një natë që ka qenë herën e parë asistent guvernatori Syluala, me të shoqin e vetë, kështu takimet që për vitrie kisha bënë në anë për shumë. Edhe takimet rregullta i kom përfshirë disa, e këto janë vajza që kanë qenë aty në atë mbrëmjen në Salit. Tu kjo ashtu zonja që kanë marrë pjesë, kjo është Afrimi duke përënduar tani. Dhe vjen tani me energji të re, me frymëzim, me një gentilitet, unë thjesht kam një përshtypje që ky vit po ashtu do të jetë akoma më i suksesshëm sepse Irfani ka tregu një qytetari konstante, thjesht nuk ka qenë i zhurshëm, po ka qenë prezent gjithmonë. Prezent, i pranishëm ka qenë, unë ka përfituar shumë, nga jo ka përfituar se si
të zgjidhen problemet në mënyrë të qetë, të jap një shembull të bashkëpunimin dhe unë di që jeni faktor shumë i rëndësishëm në unitetit dhe do të më kesh për krah në Ju falenderoj për çdo bashkëpunim, mirëkuptim dhe për krahët që më keni dhënë. Rotari vazhdon në shërbim me zemër dhe për vetvetes. Afrime. Edhe në la folja se mo korë si president si me folja. Faleminderit Afrime, po Shumë faleminderit. kisha thonë mos më ulë edhe pak. Kaloje mandatin Me shumë kënaqësi, me shumë respekt. e kalove me fjalë, a me edhe praktikisht. Po. President, shumë faleminderit. President, Poco veniva. Ja, ti mi Gjëri kështu një dëftesh për janë. Ne moment, jemi sjetër. Edhe 2 ditë. Ja, është knasi janë shumë knasi. Presidente, faleminderit për njëre. Të nderuar miq rotarian, mysafir të respektuar, mirë se keni ardhur. Si thënë atë shkak i këtij takimi është ndrimi i çekiçave që bëhen nga presidenti aktual, zonja Afrime Shaqiri, dhe presidenti i ardhshëm që në këtë rast jam unë, Irshan Muslim, këtyre pranoj me prushmëri, por njëkohësisht me krenarim dhe përgjithësi të plot. Rotary Klub Gjilani si vjet kremton 15 vjetorin e themelimit, që i bie se unë të jem presidenti i 15 vjetër. Të të jem si të president e Amerikës, presidenti. Në thonë të jem presidenti i 15 vjetë i Rotary Klub Gjilani, a ju e presidente, ju keni qenë presidentja e parë në distriktin 24-45, distriktin Kosoqi. Që vjesë se unë të qenë president 3-6 muaj. Në këtë rast, duhet të përmendoj të gjithë anëtarët dhe presidentët të nëpashëm, e në veçanti presidentën në shkollë zonë e cila shënoi një vit mjaft të suksesshëm në aktivitet në dobitë të komunitetit, në që rast ngriti vlerat rotariane në nivelin e frikë. E unë tash zotohem se në mandatin tim do të angazhohem për kontinuimin e frymës rotariane. Në rënd të parë, mes antarësisë, në brenda të Rotary Klub Gjilani, e më pas edhe me komunitetin e gjërë në mesin të cilëve dhe kemi edhe donacione për shërbimin të aktiviteteve që do jenë në shërbim të grupeve të marginalizuara. Shpresoj se këto aktivitete do të realizohen bashkërisht në frymën rotariane të të gjithë anëtarëve të klubit tonë. Faleminderit nga pritë të gara të gjithëve. Du të portë të parë.
President, urojmë që të kesh një vit të mbarë, të mirë, dhe besoj që të gjithë ne do jemë në mbështetjen tonë, në përkarin tonë, në zhvillimin e synimeve që do të kërkojë për vitin e ardhshëm. Tash, miq, jemi fare në fund, ju ftoj të gjithëve në një Unë i kam marrë disa libra për gratë për antarët që kam bashkëpunu gjatë këtij viti, pak ma tjetër që i kam garku, pra pas kena i kom ditë pak ma shpesh just të gjithë dhe njësoj, dhe mos jam më përjashtu se ka të kretë, për kjo s'ka të bëjmë me luvin, kjo ka të bëjmë veç me një. Këto thjesht me ndisë një njoje, nda ja të natore cilve, unë edhe momentet relaksuese i kom shtetsu, apo vjenë që apo bojë, Fatmis gjithmonë nuk ka gjinë për transport. Muhameti ko pa ko që shmja bërë rendin e ditës këto aktivitete, pastaj zbirë fani për çdo herë nëse unë e kom shku ta kem komendu që s'vjen dhe kush unë e disha që zbirë fani me pa matyre Muhameti gjithë si duhet me qenë, dhe takimi nuk ka me qenë pas një person. Kështu që unë veç ta një ndjenë falinderimin, ka një libër nga biblioteka ime personale. Nuk e kom dhejnë ka shkojnë që ko ma, nëse nuk prish punë, po? E ko marrë të veç nuk jam vnova e më gjithve, po kështu që zërni Fatmiri, faleminderit shumë, ndihmën dhe të shkajtë të varfisën. Faleminderit. Kam ndihmu në mënyrë rotariane, që do ndihmoj të ashtë të tjerë, si kam ndihmu edhe ma fare. Muhameti që është në libër, nuk e dhja i keni po, po me shumë që në faleminderit. Samiu, unë e tash për kushtim të së disha të kushtive në mërë dhe e shkru më dhe në faleminderit shkru të ka të shkru. Faleminderit, s'ka që të shkallë profesorit në vazhdime. Faleminderit për Kjo është veç e inja. se që kena me lezu me kujdes. Kjo veç e inja është. Faleminderit. Pastaj që shumë kam e të të një fanin. Marko është Mishaj kujtimi të vendit. Jo, në gjushqime. Nuk e dhe që që, shumë i Fatmiri. Ishte pas kënë zirë punë me lezë. Yes. Ka shkeci të vjetë. Kur një kryqi këtë dhe Nuk është kjo për një shka. Gzimin dhe ishta se dhe gzimin e kom lodh, jo, hajde, njënjës, jo këtu, zema e atë, jo, qoj këtu pagesa. E di që kemi bërë të tyrën tonë, po mu ma kemi lesuve. Vazhdimësime të njësë, shumë faleminderit. Shmërin, edhe me Dianës. Një të mund. Shkate të nevojë. Edhe ti, hajde, po ju boja. E di, unë e mos kini më të të unë janë shkuar po. Shumë faleminderit. E di që nuk ka qenë, po faleminderit shumë për që durimin. Faleminderit. Aprive rotariane e aktuale. Si vazhdova, pra, është koha e momenti që ta përfundojmë dhe të dalim në salën e romantikës atje, një ndaj shqipërizimi, një ndaj ngritje, ku do të jemi më të lirë, do të shkëmbejmë ide, mendime, përvoja, njëkohësisht dhe të shijojmë këtë mbrëmje të këndshme. Faleminderit për durimin e vjetë të nëshë. Pas presidente, o i net postës, se po si pas presidente, se na shto president aktual, nëse po është pas president Shomana. Po, rotarish e kundërta e muzikave shtetërore. Që mos e